Irani ka dërguar një paralajmërim të drejtë për drejtë ndaj aleatëve rajonal të Shteteve të Bashkuara, duke i bërë të ditur se bazat ushtarake amerikane në territorin e tyre do të jenë objektive në rast të një sulmi të SBA-s ndaj Republikës Islamike. Lajmi u bë i ditur nga një zyrtar i lartë iranian i agjencisë Reuters, i cili foli me kushte anonimiteti. Sipas këtij burimi, Teherani u ka kërkuar vendeve si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Turqia që të ushtrojnë person mbi Washingtonin për të parandaluar një ndërhyrje ushtarake. Zyrtari iranian tha se mesazhi ka qenë i qartë, çdo sulm ndaj Iranit do të shoqërohet me goditje ndaj bazave amerikane në rajon. Në të njëjtën kohë janë pezulluar kontaktet e drejtpërdrejta mes ministrit të jashtëm të Iranit dhe të dërguarit special të SBA-s Steve Witkoff, duke reflektuar përkeqësimin e ndjeshëm të marrëdhënieve diplomatike. Sipas vlerësimeve izraelite, presidenti Donald Trump ka vendosur të ndërhyjë, megjithatë ende mbeten të paqarta koha dhe fush veprimi i një veprimi të tillë. Një burim izraelit bëri të ditur se kabineti i sigurisë i kryeministrit Benjamin Netanyahu është informuar mbi skenaret e mundshëm për fshirë rënien e regjimit iranian ose një ndërhyrje të drejtpërdrejtë amerikane. Izraeli dhe Irani përballen për vitesh si armiq të betuar, ndërsa vitin e kaluar zhvilluan dhe një konflikt të drejtpërdrejtë 12 dhjetor. Shtetet e Bashkuara kanë një prani të gjerë ushtarake në lindjen e mesme, ku ndodhi selia e flotës së 5 të marinës amerikane, si dhe Katarin, i cili strehon bazën ajrore Al-Udeid, selinë e komandës qendrore amerikane. Kjo bazë është më e madhe amerikane në rajon dhe strehon rreth 10.000 trupa. Një pjesë e personelit dhe këshilltar tashmë largohet për arsye sigurie. Al-Udeid është gjithashtu objektivi i sulmeve me raketa nga Iran vitin e kaluar, një hakmarrje për bombardimet amerikane ndaj instalimeve bërthamore iraniane. Ndërkohë, sipas NBC News, zyrtarët izraeli dhe arab kanë sugjeruar që administrata Trump të pezullojë për momentin çdo sulm, duke pritur një dobësim të mëdhishëm të regjimit iranian përmes presioneve të brendshme. Arabia Saudite, Omani dhe Katari kanë paralajmëruar Washingtonin se çdo përpjekje për ndryshim regjimi në Iran mund të shkaktojë trazira serioze në rajon dhe të godasë rënd tregjet globale të naftës. Riadi i ka bërë të qartë Teheranit se nuk do të përfshihet në veprime ushtarake kundër Iranit dhe nuk do të lejojë përdorimin e hapësirës së tij ajrore për sulme amerikane. Tensionet në lindjen e mesme mbeten të larta, ndërsa Afrika për një përshkallëzim të gjerë rajonal po rritet nga ora në orë.